Përshëndetje miqtë e emisionit Glamur, një takim tjetër ky i radhës. Këtë të diel, ora 20:30, si zakonisht tash e shumë vite bashkë, jemi mësuar që cillim një temë nga kultura, një ngjarje e cila është shkëputur sigurisht për diskutim me një të ftuar. Do të ndalemi në formë të drejt për drejt, virtuale, të cilën ne do ta sjellim nëpërmjet kësaj interviste. Vetëm sigla dhe mini profili sjell të ftuarin në studio. Filmi debutues i regjisorit Goce Cvetanovski përjetoi suksese të shumta ndërkombëtare dhe u shfaq në 32 festivale të filmit në mbar botën. Ka fituar 10 çmime nga juritë ndërkombëtare në Europë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Amerikën e Jugut. Edhe revista e njohur amerikane e specializuar për projekte filmike ka shkruar që filmi Biznesi i Kënaqësisë hyn në errësirën kinematografike në mënyrë superiore, duke sinjalizuar se në maqeni po ndodh diçka e madhe që bota nuk do të mund ta anashkalojë. Biznesi i Kënaqësisë është një film që trajton temën e trafikimit të grave. Filmi ndjek historinë e një gazetare e cila e fiksuar pas zhdukjes së shoqes së saj më të mirë, përgatit një operacion të fshehtë për të zbuluar një rrjet të trafikimit njerëzor. Megjithatë, ndërsa bashkëpunëtorët e saj i afrohen shefit, situata del jashtë kontrollit. Filmi paraprakisht ishte promovuar për publikun në Maqedoni me titullin Punues Dita e Gruas, ndërsa pas pjesëmarrjes në American Film Market në Los Angeles dhe marrëveshjes për distribuim me kompanitë amerikane, filmi mori një emër tjetër. Aktorët në këtë film janë Musa Yusufi, Ismail Kasumi, Osman Ahmeti, Mendim Murtezani, Egzona Saliu, Avni Dalipi, Katerina Kocevska dhe Damjan Cvetanovski. Drejtori i fotografisë është Fehmi Dauti, i cili pas suksesit me Toka e Mjaltit firmos për herë të parë si kinematograf në një film artistik. Producenti i filmit është Driton Ramadani. Në linjë të drejt për drejt kam aktorin Avni Dalipi. Avni, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi në shërbim të shikuesve dhe këtë bisedë do ta sjellim në formën më të mirë lidhur me filmin, të cilën unë kam paralajmëruar edhe me një mini profil ku kam dhënë dhe detajet mbi aktorët, mbi pjesën e produksionit, me gjithë ata të cilët kanë qenë pjesë përbërëse e filmit Biznesi i Kënaqësisë. Avni, ka qenë një temë shumë e ndjeshme, temë kjo të cilën besoj edhe e ke menduar mirë kur e ke vendosur për ta marrë rolin. Para se të futesh në rol, si e pa skenarin, Avni, si e mendove njëherë skenarin, ma thuaj, kur e lexove? Shiko, që në start, fillimisht du t'ju falenderoj për ftesën dhe mundësinë që ma jepni për të folë, dhe është kënaqësi që takohemi edhe në këtë mënyrë bashkë, sepse dikur ne bashkë kemi bashkëpunuar në një film. Po. Ata që nuk e din, ju keni bën një film. E din shumica, e din që kemi bashkëpunuar bashkë. Skenarjen e filmit, fillimisht procedura si zakonisht që shkohet ishte bë hapja e konkursit për aktor dhe unë aplikova, regjisorit i kam pëlqyer si profil, si pamje, si aktor, ma ka dërgu skenarjen dhe pastaj pas që skenarji është shumë i guximshëm, ka shumë elemente të cilat përkasin ndoshta me realitetin,
por jo vetëm realitete në Maqedonia, por në realitete në përgjithësi, në këto hapësira tona këtu në Kosovë, në Shqipëri, po besa edhe në vende tjera në Evropë ka shumë probleme të ngjashme trajtohen, do të thotë. Janë probleme që korrupsioni është ai i cili trafikimi me njerëz, korrupsioni janë sfidat të kohës së sotme. Kjo ishte një prej arsyeve që nxiti si temë që ta marrë me shumë kënaqësi dhe me shumë interesim këtë rol, por skenari fillimisht, pastaj roli për cilin mu besua mua, ishte një rol që gjithashtu brenda vetvetes është shumë i guximshëm për faktin se prek disa struktura të cilat janë pjesë e strukturave të organizuara ose mendohet se janë pjesë ndihmëse të këtyre strukturave, të këtyre personave apo grupeve të cilët merren me këto veprimtari të kundërlidhshme. Prandaj dëshirë kisha që t'jem pjesë e një projekti i cili ngrit zërin kundër këtyre problemeve, me fjalë tjera kundër këtij elementi, a themi një lloj kanceri që po e shkatron shoqërinë tonë. Trafikimi i grave, një temë të cilën në Tryeza diskutimi është shpalosur, nuk ka qenë edhe aq tabu, do me thënë, por asnjëherë nuk është marrë një iniciativë për ta trajtuar në formën e rregullt, do kisha thënë. Filmi është një përçues shumë i mirë deri tek audienca, po sa kjo audiencë është e gatshme për ta pranuar pikërisht temën të cilën regjisori e ka trajtuar në këtë film, Avni? Duke qenë edhe producent vetë, Avni, e ke parasysh që kjo merr një jehon shumë të madhe ndërkombëtare kur ti flet për një vend kaq të vogël si Maqedonia me një problematikë kaq të madhe, apo jo? Po shiko, problemet e tilla nuk janë vetëm, thashë më herët, nuk janë vetëm probleme të këtij nënqielli në cilin ne jetojmë, ku fshi këtu Kosovë, Maqedoni, Shqipëri apo rajonin e Ballkanit, janë probleme ndërkombëtare dhe domethënë në gjithë globin ekzistojnë këto probleme, ku më shumë e ku më pak. Dhe mendoj që fakti që pas realizimit të filmit dhe shfaqja e tij në shumë festivale ndërkombëtare, por edhe në Maqedoni e pastaj në Shqipëri, kishte filmi pati jehon dhe shikueshmëri shumë të madhe, dhe kjo dëshmon që publiku është i etur për të pa vepra të mira në radhë të parë, sepse ky film është i realizuar në mënyrë të shkëlqyeshme, ka një rast të jashtëzakonshme të aktorëve, duke përfshi Musa Jusufin, Sladjana Vujošević, Menti Murtezi, Ismail Kasumi, Eleni Dekidis, e shumë të tjerë që mos t'i përmend të gjithë me radhë, janë pjesë që kanë dhënë kontribut të mrekullt për të bërë një film shumë të mirë, duke përfshi këtu drejtorin e fotografisë, që e dim gjithë që ka qenë edhe kandidat për Oscar, pra Fehmi Daud, dhe shumë të tjerë, pra publiku jonë, me faktin që e pa filmin, e ndoqi filmin me shumë vëmendje dhe e pëlqeu filmin, dëshmon që janë të etur për të pa në radhë të parë filma të mirë apo vepra të mira artistike. Mandej, kur një vepër e mirë artistike brenda vetes e ka edhe një temë intriguese, e cila temë është një temë që na ngacmon të gjithë njerëzit në këtë nënqiell, sepse jemi të këtyre problemeve, sepse filmi nuk është vetëm pjesa e trafikimit, në filmin flitet domethënë është një thriller kriminalistik, që do të thotë filmi brenda vetes ka një strukturë të organizuar, e cila në mbështetje të disa qarqe apo strukturave shtetënore arrin që ta realizojë veprimtarinë e vet. Pra, në radhë parë kemi një vepër artistike, e cila vepër artistike e realizuar me mjeshtri nga regjisori i jashtëzakonshëm Goce Cvetanovski, dhe pastaj vim deri te situata që publikut kjo vepër e realizuar në këtë mënyrë, kjo temë, ky guxim për ta shprehë këtë temë e intrigoi, dhe unë mendoj që ishte edhe një pikë në oqean apo edhe një zë i ngritur kundër këtyre dukurive negative. Fillimisht publiku asnjëherë nuk vinë dhe nuk kanë ardhur për ta pa atë temën apo mënyrën se si ne e trajtojmë këtë çështje e trafikimit me qenie njerëzore apo me trafikimin e lëndëve, substancave tjera, por ata vinë për të pa një film. Pastaj,
pas filmit, reagimet cilat unë i kam pa, kanë bërë përshtypje se mend të kuptoj që ata secili në vetvete ishin datë kënaqur, por në të njëjtën kohë kishin filluar të mendojnë sepse nevojitet një ndryshim për ta ndryshuar shoqërinë, për ta bërë më të mirë, sepse ky film është edhe si një zë kundër problemeve që do të thotë kërkon ngritjen e vetdijes kundër këtyre dukurive dhe e pashë secili ndoshta në një formë të caktuar, me që s'kishte menduar më herët ndoshta për këtë temë, kishin filluar të mendojnë dhe shihnin veten si pjesë e mundshme që në të ardhmen ndoshta për të kontribuar në ndryshimin e gjendjes apo situatës, sidomos kësaj për çfarë flet filmi. Avni, duke qenë një aktor i madh i skenave të teatrit edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, po edhe në Shqipëri, dhe një kineast si pjesë e filmave të ndryshëm, ma thuaj pak sa ne jemi të gatshëm për t'i pranuar këto tema që janë të vërteta, tema të cilat ne i prekim. Publiku, unë jam i prirur ta besoj dhe nga ajo përvoja që unë kam modeste, faleminderit që ju më konsideroni që jam datë në grupin e aktorëve të mëdhej. Mu më duket pak shumë fjale madhe ajo. Megjithatë, nga ajo përvoje sa unë kam, publiku është i prirur që në radhë parë kur flas të shoh një film, të shoh një vepër. Rinia jonë që ne me fjalë të tjera si shqiptar, po dhe si regjion, jemi shikues apo popullatën më të madhe e kemi rinin, dhe rinia jonë duke pas parasysh që vazhdimisht kanë ndjekin filmat edhe jo vetëm vendor, po edhe filma ndërkombëtar që janë të realizuar mirë, që kanë temë të trajtuar mirë, që kanë interpretim të aktorëve të mirë, ata dhe i mbushin sallat e kinemave, kjo dëshmon që ata kanë shije, por ne përmes një vepre të mirë tentojmë që të vazhdojmë kultivimin e shijes të rinia jonë, edhe të publiku në përgjithësi, po në radhë parë të rinia, sepse ne kemi një numër më të madh të publikut thash që janë moshë e re. Ata e kanë pranuar shumë mirë dhe unë mendoj që ne duhet që të vazhdojmë sa më shumë që të shfaqim tema, të rrajmë tema, të shfaqim filma, të bëjmë vepra të mira edhe teatrore, po sidomos në këtë rast po flasim për film në të cilat trajtohen çështjet të cilat janë të dhimbshme, por me të cilat secili prej nesh ndikon në vetëdijesimin për ta ndryshuar konceptin e të menduarit ose për ta larguar spaku vetveten nga ai rrethi, nga ai grupi i njerëzve të cilët janë pjesë e këtyre veprimtarive. Gjithmonë dyshoj që ndonjëherë ka pas ndonjë situatë që ndonjë vend apo ndonjë shtet të jetë steril apo i pastër nga këto probleme, apo nga çështjet kriminale, ato ndryshojnë në vende ndryshe, por që për shembull në rastin tonë jemi përcaktuar për ta trajtuar këtë lloj problemi i cili është i dhimbshëm, në të cilën përfshihet politika, përfshihet shteti, përfshihen grupe të ndryshme dhe fatkeqësia është që fati i shumë njerëzve shpesh herë, sidomos të këtyre grave të cilët janë të trafikuara, është një fat i humbur, pra nuk dihet fati se ku janë ata, ngelen diku në margjina, sikurse është rasti me Natashën Tena apo edhe me shumë Natasha të tjera, kuptohet në thojza, po them të cilat vazhdimisht kanë qenë prej e këtyre veprimeve. Linia e pranojnë me shumë kënaqësi dhe janë të gatshëm për të pa këto tema, në të njëjtën mënyrë dëshirojnë, kjo është përshtypja ime, dëshirojnë që ta largojnë apo ta evitojnë mundësinë për të futur në këtë rrugë të gabueshme. Ma fol pak për rolin tënd në filmin. Je ky aktori i cili sjell energjinë tënde pozitive apo atë negative brenda filmit? Cilat është ndar ty? Tash unë mendoj që publiku është ai më mirë që do ta pranojë ose do ta evitoj do ta refuzoj praninë time brenda filmit. Deri tani e kanë pranuar ashtu çfarë janë, neve aktorët ju e dini vetë artiste e dinë që për ne nuk ekzistojnë role pozitive dhe negative, unë jam munduar që të jem besnik ndaj rolit
që t'jem sa më i besueshëm brenda rolit, pavarësisht që detyrat e personazhit, të cilat unë i kam ose janë pjesë e imja, pra detyra e një drejtori të një televizioni i cili është ndoshta për një rrethon të caktuar, futet brenda këtyr rrjeti organizuar kriminal dhe por në të njëjtën kohë pas një situate që zhvillohet dramatike, ku shifët që figurat të mëdha brenda strukturave shtendore janë të përfshira në këtë rrjet, bën një tërheqje duke e larguar veten nga ky rrjet ose nga kjo pjesëmarrje në këtë veprimtari. Nuk e di, nga ata që e kanë pa filmin, nga kritikët gjithë është vlerësuar mirë, ka pas edhe nga ata që më kanë urrejt dhe unë jam i lumtur që më kanë urrejt, por derisa kam realizu, i bie që ndoshta ja kam qellu, kam realizu mirë me qenë se më kanë urrejt. Avni, duke qenë edhe një producent i shumë projekteve të cilët i ke sjell në bashkëpunim edhe me Agjencionin e Filmit në Maqedoni, po dhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Më thuaj, si qëndrojmë ne shqiptarët e Maqedonisë me këtë mbështetjen e Agjencionit për projektet tona, duke ditur që Avniu është edhe Joni, sepse vjen nga Kumanova, por që jeton prej shumë vitesh në Prishtinë. Ma thuaj pak këtë mënyrën se si qaset Agjencioni me regjisorët. Je i kënaqur, ke pas pak kënaqësi ndër vite, sepse janë projekte të cilet ndoshta nuk kanë kaluar për një arsye apo për një tjetër? Zakonisht nuk i shoh mundohem të mos i vlerësoj çështjet apo fenomenet duke u nis nga uni apo nga vetvetja. Unë kam pas raste më herët siç e tha që të bashkunoj dhe kjo s'do të thotë që nuk do të bashkunoj në të ardhmen, qoftë me Agjencionin e Filmit, qoftë me Qendrën Kinematografike në Shqipëri apo këtu në Kosovë, por marrë në përgjithësi, mua më rezulton që Agjencioni i Filmit në Maqedoni kohëve të fundit ka bërë një mbështetje shumë të mirë dhe serioze të filmave, edhe me subjekt, por edhe me ekip, apo edhe me producent shqiptar, por në të njëjtën kohë ka qenë një hap më përpara dhe agjencioneve në region, që përfshin Qendrën Kinematografike të Kosovës dhe Qendrën Kinematografike të Shqipërisë, sa i përket bashkëpunimit brenda projekteve. Më rezulton shumë shpesh që Agjencioni i Filmit i Maqedonisë ka pas shumë më shumë bashkëpunime, koproduksionet, sidomos të që quhen koproduksione minore, me regjisor, producent apo ekipe nga Kosova dhe nga Shqipëria, se sa e kundërta. Në anën tjetër, vlen për të theksuar se filmat që po realizohen në Maqedoni, sidomos nga po flas këtë rast për regjisorët shqiptar nga Maqedonia, janë duke korë suksese të mëdha. Unë mund t'i përmendi këtu disa nga filmat që kam pas rastin t'i shoh, ku njëri prej tyre vazhdon të shfaqet edhe tani në Kosovë dhe shumë i pritur, që është Të gjithë të thrasin në Rezon ose Everybody Talks Red të Ibrahim Deare, që është një film jashtëzakonisht i mirë me një stil shumë interesant, me një qasje krejtësisht jo të zakonshme, një komedi e cila nuk vjen nga gegat apo një film i cili nuk është i krijuar prej gegave, por është komedia vjen nga situatat që zhvillohen, nga serioziteti shumë i madh i mënyrës së qasjes të mbi fenomenet të personazheve brenda filmit. Pastaj kemi Kastriot Avlynin që ka realizuar disa filma, tani së shpejti pritet edhe filmi Perhaps, unë kam pas rastin ta shoh në mënyrë interne, është një film i mrekullueshëm që po pritet, ishte filmi Kthimi më herët i Kastriotit, pra tani edhe ky film për cilin ne po flasim që është biznesi i kënaqësisë, unë nuk mund ta konsideroj që pavarësisht që është regjisori dhe skenaristi janë Maqedona, se nuk mund ta konsideroj që është vetëm film Maqedona, sepse shumica e kastit dhe aktorëve që janë brenda saj janë shqiptar, përfshi edhe kastin tjetër ndërkombëtar që janë të përfshirë brenda filmit. Gjua me të cilin po flasin filmat, edhe filmat në Maqedoni, pra është gjua e filmit, pra gjua shumë moderne e filmit, dhe kjo po dëshmohet në çmimet në për festivale ku po paraqiten këta filma.
a është e mjaftueshme mbështetja nëse flasim, si një shprehje popullore thotë se kur ka mal shumë e kec pak, nevojat janë shumë të mëdha, shumë më të mëdha se sa kur është mali i vogël e keca ka shumë. Edhe në rastin konkret, te filmi jon, te qendra e filmit, nevojat janë shumë më të mëdha për mbështet projekte dhe sidomos projekte serioze. Unë e di që ka dhe e di disa projekte që janë duke u përgatitur për të aplikuar edhe në Maqedoni, domethënë nevojat janë shumë më të mëdha, por sigurisht që mundësitë për të mbështetur gjitha në të njëjtën kohë janë edhe të domethënë është e pamundur që të mbështeten të gjithë në të njëjtën kohë. Prandaj regjisorët dhe ne producentët zakonisht për rrugë tjera dhe mund të gjejmë shpeshherë edhe me koproduksione ndërkombëtare. Po, dua të të parashtroj një pyetje të cilës e di që mund të më japish një përgjigje korekte prej gjithë asaj që ti e njeh këtë fushë shumë mirë. Sa shqiptarëve të Maqedonisë apo në përgjithësi botës kinazëve u mungon një dramaturg? Fatkeqësisht ne kemi shkollën e skenarit dhe të domethënë drejtimin e skenarit të dramaturgjisë në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, dhe ka shumë gjenerata që po dalin, janë disa gjenerata të reja që janë shumë premtuese. Ne kemi pas edhe më herët skenaristë mirë, ose që kanë ardhur ose nga Fakulteti i Gjuhëve dhe Letërsisë, por nuk mendoj që mungojnë shumë skenarët. Ndoshta kanë nevojë që skenarët tona apo skenaristët tonë që të kenë bashkëpunime për shkak të përvojave me ata që quhen script doctor ose njerëz që merren ekskluzivisht me zhvillime të situata ndryshme brenda skenarit. Fundja kjo është edhe mënyra se si funksionohet edhe në Evropë, se domethënë një skenar merret dhe në bashkëpunim me ata bashkë skenaristë të tjerë zhvillohet. Skenari nuk merret i thjeshtë dhe nga një, siç ndodh shpesh në teatr, zakonisht në teatr shkruhet një dramë dhe ajo realizohet, në skenari shkon duke u zhvilluar. Unë nuk jam shumë i kënaqur me numrin e skenaristëve që janë në treg, por më ka rastisë të lexoj shumë skenare edhe nga ata që sapo kanë diplomuar ose ata që janë në studime, por më ka rastisë të lexoj edhe shumë vepra të cilat janë shumë të mira për të realizuar si skenare, por të ne po mungon më tepër ideja e dramatizimit ose realizimit të një vepre, një skenari bazuar nga një vepër të botuar, nga një roman i mirë. Për shembull, unë këtu mund ta përmend një roman të mrekullueshëm i cili mendoj që e meriton dhe besoj që së shpejti do të mund ta shohim të ekranizuar qoftë si serial, filmik, qoftë si film. Bëhet fjalë për Eskadronët e vdekjes të Bardhyl Mahmutit, i cili roman është i shkruar në mënyrë mjeshtërore dhe brenda vetes çështjet që i trajton, sidomos çështjen e konfliktit luftës fundit në Kosovë, trajton duke u nisur nga personazhet apo nga njerëz apo nga gazetarë që në një farë mënyre, por nga gazetarët serb, të cilët kanë bërë zbulimin e ufomave dhe varrezave masive në Kosovë, të cilët edhe janë burgos për këtë çështje. Unë mendoj që është në mënyrë mjeshtërore e ka vendosur këtë dhe kjo si një vepër artistike, në radhë parë si një roman, e meriton që të shndrohet në skenar. E di që janë disa përpjekje duke u bërë rreth realizimit të kësaj, pra unë më tepër do të kisha thënë që nuk është që mungojnë skenaristët, por ndoshta mungojnë temat të cilave janë duke u qasur skenaristët e rinj. Mendoj se do duhet të qasemi pak më tepër skenave tona, ngjarjeve tona, veprimeve tona, së kaluarës, luarës tonë, të cilat është shumë e nevojshme për të transmetuar, dhe pastaj një trajtim artistik apo një skenaristi të mirë do ta nxjerrte një serial ose një film të mrekullueshëm, siç e përmenda këtë rast ose rastin tjetër. E kuptoj. Që është romani Tmeri i Arben Kondit. Pra, neve na mungojnë më tepër kjo pjesë, po mbi të gjitha, unë mendoj që më tepër mungon vlerësimi, që do të thotë kritika. Ne nuk kemi një kritikë objektive, as për teatr as për film,
cila në temë objektive, një kritik që vlerëson një vepër artistike, cila do të qoftë, mund të jetë edhe pikturë, jo patjetër filma për shfaqje, e cila ndikon në zhvillimin e më të tjeshëm të veprimtarive artistike. Po, Avni, filmi vazhdon të shfaqet në kinema? Po, duke filluar nga dita e nesërme, fillon do të jetë premiera në Kosovë, sepse më herët filmi ka pas premiera në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri, në Tiranë. Tani fillon të shfaqet në Prishtinë dhe në të njëjtën kohë shfaqet në Cineplex, shfaqet në Cinestar, shfaqet në Cinemarin në Prizren, shfaqet në Kino Hyria Hanën e Gjakov. Pra do të mbuloj në një farë mënyrë Kosovën gjithë Kosovën me shfaqjet e tij. Shpresoj që publiku ta pres ose ta vizitoj sa më shumë, bazuar në kërkesat deri tashme para premierës, se zakonisht kur na din kush jemi pjesë e filmit, kam përshtypjen që do të ketë interesim të madh. Avni, unë të uroj shumë suksese në takimin ton të radhës të mirëpres në studio, sepse ne duhet flasim edhe për shumë gjëra tjera të cilat na kanë ikur ndërkohësh, ku nuk kemi takuar, Faleminderit shumë, unë me kënaqësi do të vi në studio, po më me kënaqësi do të kisha pas dëshirë të shifesh diku në një set xhirimi. Patjetër. Kuptohet, ti, unë në pjesën tjetër. Patjetër. Një duo shumë e mirë. Avni, shumë suksese dhe deri në takimin ton të radhës, sigurisht me gjitha informacionet të cilat i përkasin fushës në të cilën ti vepron, kjo studio është e hapur gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit shumë, gjithmonë i gatshëm. Mbrëmë, ki kujdesesh çka po fol. Kjo edhe i vjetër edhe shumëtume. Po ka ajo që na duhet neve. Showtime. Doktor! Разбираш македонски? Ако ја пуштите, само ќе ја вратиш по рацете на оние кои ја злоупотребуваат. Чрез нејзина изјава не можам ништо. Да ти бам системот. Calm down! Please, I just want to talk. Господа, добре дојдовте во рајот. Shumë shtrenjt. As mundesh me najbo na i lirim kështu grupor, a? Në fakt, si jemi të interesuar në seks. Na duhet do informacione. Името е Наташа. Тргуваат со живи луѓе. Млади девојки. Понекогаш малолетни. Ова е единствен начин, Еленки. Ако сакаш, ќе ги вратиме парите. Или ќе ги спасиме девојките. Možeš ti govorim? Моите пари отвараат градинки, господи. Моите пари плаќаат да се обноват болници, да се обноват патишта. Јас плаќам повеќе данок од пола држава заедно, господи. Ky ai që po mendoj që është? Бизнисот на носење насмевки и задоволства. Were you trafficked? Сакаме да купиме 10 девојки. Ќе отвориме порно продукција. I can help you, Gun. You just need to tell me your name. Sa i po çmimin? 4.000 евра по девојка. Штом ништо не зборува, тоа значи дека нешто знае, ама се плаши да го каже. Значи прав магнет си за проблеми, Елени. A dëshiron jargët tim? Were you trafficked? Сега зи моја кучка. Ке глумите дека сакате да купите девојки. Цицки на Мегдан? A je normal, ata janë gangstera, nuk është hajgari kjo punë. Ова ќе ви биде опремата. Научареве се опремени со мала камера. Имаат и вграден микрофон, а преку апликацијава ќе се снима се што гледате и слушате. Јас сум во бизнисот на носење насмевки и задоволства.
сакам да пријавам злосторство. Проблема. Miq, ka qenë kjo një lidhje drejt për drejt virtuale sigurisht për të gjithë ju të cilët keni vendosur që ditën e diel ta ndani bashkë me mua dhe me emisionin Glamur. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.